Mirë se keni orë në fermën tonë. Unë quhem Leutrim Verbovci, fermer në fshatin Barilip. Fermer I ri, I ardhe nga perëndimi. Kam jetu 5 vite në Irlandë dhe kam marrë në venin tem, ku gjyshi, stërgjyshi, baba domthonë familjarisht kena pas gjithmonë lop. Jemi marrë me këtë profesion edhe vetë tash e vazhdoj traditën e tyre. Kështu, nis një ditë e këtij fermerit më të ri si në moshë, por dhe në fshatin Barilev. Vetëm 2 muaj më parë, ai hodhi një hap të guximshëm, ngriti nga e para një fermë moderne për lopë qumështore. La jetën në mërgem dhe ju kthye vendlindjes së tij. Ven, dëgjoj, shko ka të shkojsh si veni, prapë se prapë nuk ka. Kështu që unë e shkova, e provova, ishte shumë mirë atje me punë, me jetën, me gjithë shka. Në jetë 5 vite, edhe u ktheva këtu, edhe startu me poshtit levërdishme, si fillim me poshtit levërdishme, diçka që më prodhu diçka, tash, më thonë bio, jo, po më prodhu diçka kualitet. Ne edhim në treg çka ka. Po, unë jam munu edhe mundohem ta qes në shumë kualitet, qysh ka në venin tjera, pëse mos me posë në venin tonë. Edhe kështu fillove me ndriu të fermë të lopë. Po. Po para se në orë me këtë ideja për të fermën, po besoj e treguve që keni pas familjarisht të Po, babgjysh, gjithmonë kemi pas, pa lopë, pa blet, kur njës kemi nejt, asnjëherë. Edhe kështu që lopë më të bu pak I sinqert, lopë që 5-6 vite nuk kemi pas. Se kena bu një pauzë shkurt, edhe tani na forcu edhe kena vazhdu me pas këtë numër tash që kena. Leutrimi tha se si ide erdhi spontanisht dhe sot ndihet I lumtur që arriti ta plotësoj ëndrrën e tij të kahmotshme. Mes punës dhe angazhimit, Leutrimi thot se ka arritur të ecë shumë mirë në këtë rrugë, me plot sfida. Ideja është kështu, na kemi bisedu me shumë fermerë, një ndërta është për shembull Niko Ishi, është Gani Dobratiqi, më ka ndihmu shumë, ka këshillu shumë, ka tregu se çfarë më vepru. I të rast është Endriti Endrit Shola, shumë tjerë bujq, që më kanë tregu që qysh e tek çfarë më bëune, me qenë se kam qenë informum, po ku morë edhe këshilla për tyne dhe një uri për tyne. Pastaj kena fillu me bu porosin e tyne në lopëm, lopët e kena blenë në Gjermani, domethënë kena bu përzgjedhjen e tyne familja, lloje, unë që besa kena do çfarë lopë po na duan, jo vetëm me blet lopë tregut, po kena porosit e ferma Kosova. Në përshëndesëm shumë I rritën me shkelqimin, I përshëndesëm shumë, edhe I kena porosit këtë kontingent kanë ardhë me 2 shkort. Na u kanë vanu pak që vesa, po kanë ardhë në fund rezultati është shumë I mirë lopë, është s'ka asnjë behane. Leutrem na bënëm bisedë bashkë, e cila që çka po dalë, është kjo është përshkruaj se janë lopë të importuara nga jashtë, për shembull këtu, janë raca që nuk kemi mësuar me I pa ferma, tregon pak që karakteristikat e tyne, nga prekën freka e kam preardhën, që shon janë këtu janë lopë nga shteti Gjerman kanë ardhë, ka lopë Holstein, janë shumica, këtu janë Swiss Brown, këtu tjerat janë Holstein, po është Holstein e kryzume me daneze, kjo freziane, kjo është Holstein Alping, edhe I kena bu pak një mix të vogël, me kështu se cilla po bo rezultat më të mirë të qumshtit. Edhe në rast se gjejmë edhe na e kena bu këtë kryzim, I kena borë 6 raca, domthonë Holstein është 6 produkte tyne, që në rast se nesër e gjejmë, ose o kismet me bu një shitje, një kontrat me qumshturën, na mendojmë me rritë, se kemi këtu kapacitet për 50 copa lopë. Para se lidhë marrëveshje me një kompani të qumshtit, po, këmë rritë, para se jo është shumë keq për momentin, tregu nuk është I sigurt në Kosovë, unë jam kthy, po tjetër kujna nuk shak preferuar për momentin, se shitje nuk e ka të sigurt të kërkosh.
Leutrimi tregoi pak edhe për racat e lopëve që ka, si dhe për sasinë e çumështit që ai po nxjerr. Na i kena testu, kena bu një testim, po zguzojna me lëshu sasit ushqimit, se kjo shkon shumë kjo, dhe në 35 litra kjo shkon kjo raca këto, raca alpine, edhe po shkajke. Dhe ma në 25 të lopë nuk ka çumështit, më të po shumë i sinqerë. Po kuna me shit, tregu nuk e kitë sigur. Kena qenë përpësaj sfida jote si fermer, me shit çumështin, çka po ndodhë dhe Leutrim? Nuk muna me thonë, e di pse që shte, po nuk muna me thonë me shprej, kështu që i kisha lutë qumshtorët, cëllat dhe që ka interes, unë derën e ka hapë, numrin mune me jadon edhe më kontaktu. Unë i kam përmendë 27 copa lopë, këtu mbrana 3 javë ditës, janë gjendit se cëlla për dëmonë për shumë këtu njëm gati. Sistemin e qumshtit e kom përësit në Zvicranë është Geja, është e ka montu Sali Gola i Gjakovës, është sistem shumë i mirë, vetëm unë ka interesu më dhe kom pasërtia më ka nivelin e durë. Edhe, po investot i kotë, por nuk e kishtë tregun e sigur. Që këto e probleme. Unë e kom kontaktu qumshtorët shumicën, jo shumicën, po thuj sekret, po përgjigjen e kom morë që besa dhe mishtë kërë më kanë pytë shok, dashamir kërë më kanë pytë, a ke bu marveshe me ato, nina kesh se i kom gëny, kom thonë po, ka shitet, po realiteti është i jo. Këtu dhe rëtim në fshatin e ju, dhe informacionet në faqe tjetër, të të merë të tjerë, sa përshkan litra qymi i qumshtit për litër të tasë? Dhe gjova që tash ka ra, më duket se është 4.8, u kohën tash ka ra, 4.1 qumshtorët. Ti si fermer që do të mundsohet ajo mundësia që të nxjerrës shumë, po me shit qumshtin, a keni çmend që të dalësh? Me shmin tregut, nuk shyrim më bu për të tjerë, qa shkon treg, jo me dhonë dakord. Edhe unë së muna më dalë ma ekstra se as të një fermer tjetër. Unë jem fillestar me këtë sasit love të moja, unë jem fillestar, dhe kështu që sa shkon shmimi tregut, jem dakord me jallon se cilë qumshtori që ka interes. Muna më nga kontaktu edhe po muna më fillu. Të gjithë firmën e ka ndërtuar vetë ai, me duart e tij. E kishte nisur nga zeroja. Ai tha se hapësira brenda është e gjerë dhe ndarë në mënyrë të rregullt, duke u ofruar lopëve lëvizje të lirë dhe kushte të rehatshme. Drita natyrale depërton lehtësisht brenda objektit, ndërsa dyshemeja është e përshtatur për mirëmbajtje të lehtë dhe higienë të lartë. Kushtet elementare lopët e kanë, se këtu vinë ajrosje dhe ndryshim. Qa i këna kushtu edhe, na i këna kushtu me familjen dhe mon këti objekti, i na mundu që ndryshimi më ka nivel edhe ajrosja më ka nivel. Edhe ajrosja ndryshimi me pastërtia nivelin e durë, mendoj. Edhe ushqimin e kanë këtu bujësore kena mjaftueshme. Pikërisht të du me mundaj, ti du të punon po besoj vetokën. Pa. Përgjëna ta shfaqe arrit me ty sasit ushqimit për diri sa të që je fermer i ri, është risi për ty. Sa ke arrit me ty sasit ushqimit për këto krerë? Unë sasit ushqimit gjatë vitin e kalum, na kemi punu me gjollarët e mi, cilët i përshëndes shumë, i falenderoj shumë, më kanë ndihmu me bu këtë objekt. Gjatë ditës kemi punu në objekt, pe orës 5 anë na kena boj sasit ushqimit, kena mbledh domon të fshatarët, se unë e kam marrë domon 50 rrethoni gjithë shka, edhe kena mbledh ushqim, i kompoz ofër 5.000 doj, son, nuk ka qenë kualitet, më të bo shumë i sinqer se vera ka e thonë. Edhe kashtin apos dikon rrëth 2.000 duj, kasht, ndërsa misër i kena pos vitin e parë, domon vitin që shkoj se i na pregadit 10 hektare gjysë. Pas ta i kom blet 5, domon i kom pos tokë punushme në 10 hektare gjysë të mija, personal që i kom punu vitin e kalum. Po si vjet jem në tjetër rëngë se kom rrit sasin e toka, kom marrë me qiroj, se i falenderoj gjithë bujqit fshatarët njëra që më kanë përkro, më kanë ndihmu shumë. Edhe i kom marrë toka, dikon i kam 35 hektarë që i punojnë në familja ju, në firma Nazi Panë. Po, është tokë bujësore, është tokë dëmonë, qatë e mjellsh e banë këto, veç do të minajt gata edhe më ditë. Unë shqyqër zotit të falenderoj, kam vllaznin edhe kam një aqë që më ndihmon shumë, dalë Verbuzin, cilën e përshëndes nga zemra.
Ai ndihmon shumë për kur qysh tek ç'a më bo, tek më bo, ato e kena ndihmon shkronën e djathtë e kena ato. E përmendë edhe mjedjen e Jonve, Po. dhe përmendë edhe sistemin. Po. Këtë është sistemi me pumpë apo që përdor për mjedje apo që Jo, sistemi G është sistem zvicran, korpi Zvicrë është i montu, e ka montu Sali Gola, i cilën e përshëndesëm. Ky funksionon nga lupa, për shembull, e bjen na e të mësues latu, edhe bjen e vendos këtu, edhe 2 lopi mjell për mënyrë. Pej këtu vendoset këtu dhe shkon laktofriz. Laktofrizin e kena morë një stok, e ka prua Arben Musliu, e ka prua, a djali mirë shumë, i kena morë mjetet Kristina, e cilën e përshëndesëm. Edhe gjithë shka do mon, pastërtia du që më konë nivelin e dur. do jopit që po i shohim këtu, po du pak më ndaj tek këto rrota. Po. Tregona pak Jotre, çka e bën atë çanta, çka po shoh që janë të bënë ai rrot në momentin. Tregona pak më shumë presion, sa më duket. Lopa kur rën rrot, këtë gjendje, edhe kur përtypet, na e thonë në një fjallë, tash më shprej katonarës, kur përtypet, kjo do më onë, sasinë e ushqimit e ka nivel, ka ongër, kjo dënë më pushu më qëtësu. Edhe kështu, në rast se rrën kome, lëshon zonën e vetë atë ushqimin, do më thonë, aja nuk ka diçka në rregull me to. Këtu për momentin janë Svizbron, për por e këna thonë matrafon, ka një është një rocë, janë ma turta, ma të buta, janë me loqe, po, mundën me lëshu, ashtër për shpresoj i kam letu ndëmonë tukat për i familjes, mi ka dhonë një ngronë pashfëzus, kushërit e mi, ata jetojnë një pjesë që në Gurbet, Lulje, Beli, këta mi ka në dhonë, bashkimi mi ka dhonë tukat, i kena morë për ty, i kena bleqe besa. Po besoj ka me qenë se zona aty në e parë. Po, tash, atje më të bujë sinqer në shtetin Gjerman, këto që jenë konë, nuk e di, a jenë konë shumë ajo, po më ka thonë që po, se më lyp informacion për tu edhe jenë konë me tel elektrik, qëban elektrik. Unë atë qëban elektrik e kam le për Ardian Aslonit, që e përshëndes, ma ka dhonën edhe ku me rrëthekur këtë pjesën një hektare, diçka, ku me bo rrëthekimin e këto dhe me lëshu në sistem të hapur gjatë verës për shak thunra edhe aerosis. Me qenë se këto shtori pasër është natyrë, se pengojnë a kërkan, shpijat e pora këtë në familjes dhe më migjës, i cilë është në Holland, edhe s'ku pos problem për tina, kur ka thonë veç për në se pengon kërkan. A i tha se ato janë të ardhura nga linja të përzgjedhura, ato njihen për prodhimtari të lartë të qumështit. Tu për momentin kanë orë borë, mujnë e 6. Po, jo, këto nuk kanë lidhë, këto mundën më qenë një familje, dhe më orën, për një firme viqat i kanë rritë, edhe ma ekstra që e në kona e kena bu përësin e tyne dhe kanë orë tek ne. Janë 6 Svizbron, këto janë 6 Svizbron, tjerat janë Holstein, 21. Edhe janë 8 viqa, 8 lopë që kanë linë për momentin. 8. Të bunaj sinqert, unë e kom bu kontrol, e kom bu marrëveshjen me firmën Kosovën, kjo ka kushtu 2.950 për mu. Kjo ka shku dhe në 3.000 euro, po unë e kom morë pak sasimat madhe, më ka ndërru ajo zoja ndërume dhe shkelqimin, pronori firmës, më ka ndërru, më ka nheka 50. Dërsa këto tjerat kanë kushtu 2.600 se cëlla nga këto. Sfida me madhe për të mbetet shpërndarja e qumështit, e për këtë, a i kërkon për krahje. Na me shqitje kena fillu në sasit për momente se janë 8 lopë janë në mjelje, edhe për momentin i kam dollë viqat. Për momentin jem të ushqy viqat e ty nuk po gudzoj me hek për shak se nuk e kem tregun e sigurt. Qumshtin nuk e marrën. Çdo probleme. Çka po bën pra me qumshin që nuk po e marrin? Po për momentin jem Konsuman për nevoja familjare? Gjithë këtë sasi të madhe, na e shërzu, alhamdulillah për zotin, na familje madhe, gjithë familja këtë furnizohen, edhe lagja që besa, katuni për rrëth ka nisë më përësit,
edhe restorana të Villa Natyrat, cilët i përshëndesim shumë, më kanë ndihmu, më kanë përkrahur gjithë, e po sasinë e madhe, tash kur fillojnë brenda 2 vite, as vetë nuk e di çka bëj. I kam shënu me kryetar, me ministra, me cilën i kum dërguar email, i kum shkruar, cilët i bëj prapë një lutje, po mas shumë t'i bëj qumshtorët, cilla ka interes pak edhe veni është shumë i mirë, i përshtatshëm, është rruga tani ka moshtru. Kryetari, cilën e përshëndesim përparim Romën, ka thonë që kanë mështru rrugën edhe asfalt deri te ferma kanë mashku, po besoj. Në fermë rana është pastërtia, është e shtruar me zhavar, domthonë lloçi nuk mbizotron këtu. Aspa. Lutem. Është shumë pastër rana. Po. Ka shumë gati, pastrohet shumë shpesh ferma. Po. Fermë mundohem familjarisht pastrojnë domthonë 24 orë në atuj se jena këto dikush për një familjes pak nuk buhet, edhe mundohem më kom pastërtia nivel edhe shëndeti i kofshë nivel. Edhe po besoj edhe një pyetje që më intereson në pyet, në çfarë se vjen raste me ishi. Pa interesim për me i ble këtu çoftë në fshat, çoftë nga fermerët të tjerë, me i ble lopët. Ai edhe që jeni tregtar? Jo, këto lopt kanë hy, po nuk dalin për momentin. Nuk ka shanse rike më dal për këtuit. Nuk kam motorizu deri momentin e fundit. Për krahas kam shumë shokë me që dasha mirë, një ndër të muj edhe Micek, Ejub Mustafa më ka ndihmu shumë, Safet Hazirin, cilën e përshëndes shumë, edhe të gjithë të tjerë, më ka ndihmu shumë, më ka përkrahur maksimum, kështu që përkrahen e kam familjes që s'ka diskutim vllaznive, të migjellarëve, djemtogjës, e kështu që nuk muna me arru kërkon që më ka ndihmu, më ka mpu dhe këtë ditë, edhe nuk dorëzona, qa muna më thonë unë se tregtar nuk jam, unë mund të mishit vetëm viqat, po lop nuk o shonë, se edhe nuk bi lop tjera këto, pe i venit nuk u zoj se ka ndojsmu, nëse prositi ka të gjendin tjetër, që në i bëj 50 cupa lop në rast se e lidhi një marrëveshje me një qumshtore. E viqat, ka sa po më ndoj me ishit? Viqat janë të thuj se mund në mishit qysh sot, është mishturja bujari, ata mund në mi marë ose ndoj për... Po silën ndikon pej 500 me ndalë. E në një cep tjetër, Leutrimi kishte edhe laktofrizin, aty ku ai mban edhe qumështin e lopëve. Gjithçka ishte e mirë organizuar brenda dhe e mirë mbajtur. Leutrimi tha se ky laktofriz është zgjidhja ideale për ruajtjen e qumështit të freskët, duke garantuar cilësi të lartë, higienë maksimale dhe temperaturë të kontrolluar në çdo moment. Kjo është po në Zvicran, unë blenë Zvicër, orë dhe montu këtu në Kosovë, kjo firma Geja është shumë mekanizëm i mirë, se ka elektrik pak, ka prishje pak, edhe mendoj me këto më pos pastërtin me pos nivel, kvalitet me pos nivel. Këtë pjesën një në kjo laktofrizi është 1600 litra, edhe po mbenojna me mush mbrana 2 dite që kemi me mush. Dhe tash sa kja rikë me mush? Ja, tash në për momentin i kena sasit vogël, jenë dikon 200 litra i kem dite, 150 dhe 200 i kem dite, edhe tash dhe sa të fillojnë mushtu lop, tanë kem sasimat ma, brana 2 dite maksimum, unë jem në rrëllë me mushta komplet, që ka shumë zotë dyme. Vullët kjo, po, gjithë. A letën që ka të qytë e gjeneratave të reja, e si mos atyre që tash më të tjerë dhe nga nërgjim Kosovë, ata për mësuj shumë. Në rrasë se nuk ka shit, i kësha thonë gjithë rënja atje. Në rrasë se shitët, pëse mos më këthy. Po, para se më këthy, mendon i mirë, këshër një mirë, edhe pas ta i këthen. Po për prindrit çka kështë thonë, që edhe prindrit për i pejlojnë për përgjem, e ti ke vendosur me babën, me nanën, me familjeve që ndryshon? Po, ju nuk këthy për shë normal, unë e tre dhe i familjes, mi posë ofër vetit edhe më punu ka pak, se sa shkojnë apo të dikosh tjetër më punu, ma mirë, punojnë a shpitur. Edhe ashtu gjithmonë kena posë biznes, se kështu që tashë në ka ndihmu Zotë e kemi biznesin tonë. Veprimtaria e fermerit Leotrem Verbovcit është shembulli i përkushtimit dhe punës së palodhur në blegtori. Me kujdes të veçantë ndaj lopëve dhe standardeve të larta të higjienës, ai siguron prodhim të qumështit cilësor dhe të freskët çdo ditë. Ferma e tij pasqyron dashurinë për tokën, për gjatësinë ndaj konsumatorit dhe një vizion të qartë për zhvillimin e bujqësisë vendore. Ju falenderoj që kemi gjithë kohë, na vizitoni fermën Nazi Farm në Barilevi, përshëndet gjithëve nga zemra,
Veçanërisht të vëtu Aqin ju falenderoj për vizitën që keni bo. Që ju uroj suksese. Jeni të mirëseardhur gjithmonë.